Dibra është e njohur për prodhimet e ndryshme bujqësore, ndërsa një vend të veçantë ka zënë edhe për frutikulturën, të cilën e ka pasur që para viteve 90. Në fshatin Vakuf të njësisë administrative Kastriot dikur prodhoheshin mijëra kuintal fruta të ndryshme, të cilat ishin jo vetëm për tregun vendës, por edhe eksportoheshin. Bajram Begu dikur ka qenë ekonomist në ndërmarrjen bujqësore Zdojan. Ai tregon se në Vakuf prodhimi ka arritur deri 25.000 kuintal fruta. Veç parcelave të mbjella me pemë frutore, në zonë ka qenë edhe një fidanishte për prodhimin e fidanëve të rinj të varieteteve të ndryshme. Këtu prodhoheshin në vitet 70-80, jam prodhu 25.000 kuintal fruta. Kryesisht molla ishte më përqendrume, por ama prodhimi ishte shumë cilësor, kërkohej nga tregu, edhe nga kjo 20% ose 5.000 kuintal shkoshin për eksport. Kumbulla moll të gjitha varieteteve, tu ka qenë edhe pemtoria mëm, koleksioni prej 6 hektare, e cila prodhohet edhe fruta, edhe fidana frutor, pemtore mëm për të morë fidanat frutor dhe për ripërtritin e pemëve. U kom qenë llogaritar i parë këtu në këtë sektor. Ky sektor kishte 270 punëtor gjithvitor, a kupton? Edhe prodhimi ishte i rendimentit shumë të lartë, edhe cilësor. Dikur në këtë fshat jetonin rreth 200 familje me rreth 1.000 banor, ndërsa sot ka mbetur jo më shumë se 200 banor. Toka sot punohet shumë pak dhe prodhimi po ashtu është i vogël e kryesisht grur. Këtu ka pas 192 familje, 200.000 fjalë me gjithë të pallatit, ose banor ka pas rreth 1.000 banor ky vend. Sot këtu kanë met një numër shumë i kufizuar, që mund të them unë 200 banor. Këtu sot prodhohen rreth 3.000 kuintal grun, nga gjithë ky pellgu këtu, nga 25.000 ka qenë prodhu dikur. Energjia e punës e rinia ka nga këtu, kuptohet. Pra këti vendi i gara zjarrin kuptimin e. Braktisja e fshatit duket jo vetëm nga magazina që dikur mbanin mijëra kuintal fruta, por edhe nga banesat gjysmë të rënuara. Në fshatin Vakuf sot vështirë të gjesh të rinj, ndërsa rrugët janë bosh dhe tek tuk takon ndonjë të moshuar që fëmijët i kanë në emigracion.